Tani, kemi një tjetër dokument. Edhe më duket, Dhe më duket ja u dhash i shpërnda, lutem. Ka një prokurë të posaçme ku me datë 24, i jep Andon Konomit, Irena Maneku, firma vetë, Stefan Gjoka, nuk ishin martuar akoma Klodiana më duket këtu, se i kanë mbiemra të ndryshëm. Prandaj kjo të ngatron me 5 mbiemra. Me 5 mbiemra, nuk e që i bon. Pra, jep prokurën ku i thotë autorizoj avokatin të merret me çështjen e heqjes certifikatës ekspulsio, praktikë e zakonshme për çdo qytetar që pëson ekspulsionin, që i nënshtrohet. Këto akte të Irenës me 5 mbiemra, edhe njerë them, llumi fyhet, po t'i quash këta, po t'i cilësosh të tilla. Edhe njerë them, pra, kjo me 5 mbiemra, ka fshehur ekspulsionin në dokumentin e dekriminalizimit, ka fshehur ekspulsionin në dokumentin e vetimut dhe mbrohet nga Altin Tropini, një mercenar, një peng i Edi Rams dhe jo vetëm Edi Rams, të themi. Pra, i keni ju më duket, kush mori vetëm, ju më duket mori vetëm të mërëni, se ajo se kakte, tjerët e kakte. Ju e shifni se cila është ftyra e vërtet e kreut të Spakut, ku natyrisht pa diskutim ka njerëz që duan të zbatojnë ligjin, ka njerëz që duan të qëndrojnë me integritet, por duke patur një drejtues të tillë që s'ka ligj as moral, një mercenar të vërtet, institucioni vetë kuptohet se si funksionon.